Por që unë mendoj që duhet drejtësi. Drejtësi. Tani ka ardhur koha ai zinxhiri që vajti të kohën kështu ke vjedhja, të shkoj tani mbrapsht ke drejtësia. Hajde derisa e perceptojmë, jemi të bindur që është kështu. Hajde bashkohemi në kohezion, s'ka nevojë të vëmë firmën. Të betohemi ne banda e PD-s apo e PS-s, se na mërziten tani këta të PS-s, ta krau tjetër. Se dhe tani na do të rkitën që folëm kundra Berishës. Po prit më se nga 2014-15 që kanë folur unë dhe tani, ka lënë kusur të tjerë, që janë bërë si ky dhe më zi se ky. Kështu që ne duhet të themi bukë zbuk. S'mi intereson as Berisha as Rama, më intereson drejtësia. Mbi këta dhe mbi vetën time, unë vë vetëm Zotin. Këta që kanë Zot Berishën dhe Ramën, kur mos bëfshin ajër. Kur mos bëfshin ajër. Se nuk e meritojnë, se këta i bie që janë pa fe pasaj. Një njeri që ka Zot, një politikan, dhe s'ka moral, nuk ka Zot bënda vetës ti, se Zot është në zemrën e njeriu, është në parime. Mos u lodha ta kërkosh Zotin larg. Në zemrën tënde ke, bënda vetës e ke. Të ka bërë sipas shëmbulltyrës ti. Të ka dhënë mundësi të zgjedhësh me vullnetin tënd. Dhe për të zgjedhur sa më mirë, mëso, lexo, hap sytë e tjerë, vlerëso. I objektiv, i drejt në gjykim. Këta nuk duan, i pjesë. Pa ata që kuptojnë, besimtar, është e faj tyre. Që i din shumë mirë këto që unë po them, dhe sidomos klerikët, dhe me vedije bëjnë lojën e pisët të tyre. Atyre beso, ata do japin e sap edhe për pjesën tjetër që kanë qërë lecë. Jo vetëm për vetë. I ndodhur në këto kushte sistemi i ri i drejtësisë, a nuk do të duhet të zhvillojë një tjetër vetting për të pastruar figura që mund të jenë të korruptuara të këtij sistemi? Nuk është bërë reforma, e penguar reforma. Leshon ka fajin vettingu, fajin e kanë këta. Thjesht, nuk e bën reformë, nuk desh ta bëjnë. Dhe garantojnë këta gjyqtarët. Thjesht gjyqtarët që kishin në lyqën Berisha më shumë, tani kanë bërë ujdi dhe me pjesën tjetër, me Ramën dhe me tjerë. Nuk ka këto lutë. Unë kur kam parë gjyqin e Vulës Berishës, kam kuptuar që këta e komandojnë sistemin e drejtësisë. E po të mbyllin çështjen e privatizimit ose OSSH-s, ja them që këtu mundësisht të bëjmë me titra. Mor gjyqtar budallë. Po ajo çështje ka vajtë deri në Amerikë, si e mbyllin? E do shkoj prapë. Si e mbyllim? Nuk i hyn çështjes ai ka apo s'ka fakt penal? Po si më të pranojmë ne që kaq shumë u vol Shqipëria sa ndërto $7 milion apo euro i ka marrë vetëm Noel Kalej. Pra u bë deti Kosovë. Si e mbyllim? Atëre, bëj pyetje tjetër për këta që janë trima. A e larguar nga sistemi 4 prokurorë dhe 1 gjyqtar që dolin mbyllin çështjen DHS? Dolin me dhunë ta mbyllin? A është e vërtet kjo që them unë apo jo? Edhe i kanë larguar me plot drejt. Me plot të drejt i kanë larguar. Kështu që këta që i mbyllën, tyre ju mbyll përfundimisht mundësia për të marrë me drejtësinë dhe ta paguajnë. Akoma ne, domethënë, akoma ne kërkojmë drejtësinë që na ka marrë peng Berisha dhe na duket sikur po jo më se ne po merremi, është atje, është i fortë akoma. E mban Rama gjallë. E mban kundër balans pushtetit e tij. Ka të njëjtën forcë si Rama. Ai është në opozitë, ky pozit. Atje është. Çfarë mendoni ju? Nëse nuk do kishte sot opozita Berishën atje, a do ishte Rama kaq i kërkosur për konkuruar për Tiranën, mbasi ka një tufë me kryebashkiak në burg, edhe mbasi ka bërë kërdin ky kryebashkiaku i tanishëm, që ju ka ngecur derës më shkakojnë dot. Njeriu më i thjesht, mjafton të ishte më i drejtë i devotshëm, do fitonte.
Ka ata atje. Akoma i bën punë Ramës ai atje. Për kjo është. Kështu që ne duhet të gjejmë shkaqet. Shkaku është i gjithë ky sistem dhe arkitektët, ndërtosit, frymëzuesit, garantuesit të këtij sistemi që janë këto dyshka. Që janë barazuar bashkë. Dhe s'mund dalësh mua si qytetar përballë, e më thuash tani, ky Hajduti që ka që nga 2014-15 si kryebashkiak, ky do hiki ky presupozohet i pafajshëm ky, ka bler një mal me brek. Vetëm nga një kartë, me do tjerë. Ka bler 3 vila, një e ka prishur që të ketë fushpamje. Ky Hajdutit do hiki ky, por ne do sjellim i tjetër. A kupton do më thonë çfarë? Kërkojnë bëj një mea culpa më. Ora unë solla një Hajdut. Ora unë dështova. Nuk isha Hajdut, por nuk ishe eficient. Se më të mirë se ne nuk ka. Po si Hajdut apo si çfarë tjetër. Unë sfidoj, po nuk mund ta krahasoj veten me as me atë as me Hajdutin Burg. Po çfarë më mirë? Çfarë ke bërë mirë? Arsimin, shëndetësin, rendin, drejtsin, bankësin, çfarë ke bërë mirë? Këto janë që po i themi ti Bardhi. Kështu, unë mendoj kështu duhet të jetë debati publik. Hajde na thuaj çfarë ke bërë mirë. Lëj statistikat. Lumturia është perceptim. Si është koeficienti i lumturisë në Shqipëri? A dini që shumë i lartë në Kosovë se Shqipëri? Një njeri largohet nga parajsa, ka bërë parajsën zotëria, parajsën e vetë ka bërë. Edhe gjytërymve që ka nga pas. A largohet një njeri nga familja edhe nga dheu? Presupozohet një njeri u jep jetën për familjen, për atë dheun, për pronën, për besimin. Këto janë 4. Mirë është edhe Kurani me fal tjetëri. Po kur ai e bën rrugë, pastaj nuk ka më është detyrë t'ja presësh ato. Këta i kanë hyrë shqiptarëve tek familja, tek besimi, nuk na lë të jetojmë besim me parime. Me dhunë, me ligj thot ndryshe, ky të vë gangsterin atje. Qohet në këmbë deputeti kur vjen gangsteri, se ka bërë vrasje. Ka bërë vrasje, nuk është dënuar ai. Dhe ne do të shohim dhe kthimin dënimi me vdekje për infarkohet. Ne nuk do bëjmë burg tani. Po. Sa intereson Spaku këtë raste. Spaku bëj çfarë doj. Ne po flasim çfarë duhet bërë. Unë nuk jam komentator i Spakut më domun. Spaku e mbylli me arrestimin e Veliet, e mbylli dyqanin, edhe ri smeret Spaku, aty ka pas bankërsin. Mjafton afera bankës për treguar që Spaku ka dështu. Le bëj çfarë do tani brapa. Ka dështu se ne na kanë ikur parat, hajde marrim më. Avokati Berishës ka marrë miliona euro, unë i kisha përballë në përgjigje, është turp i madh, ai të marrë miliona euro. Më shumë se Clifford Chance. Ai avokati ndritur i PS-s që ka qenë Hyseni pas ka marrë dhe ai miliona euro, edhe avokati i PD-s ai tjetri ish ministër Eduard Alimi, i kam mbledhë librin unë dhe kam këtu mbrapa, edhe i ka marrë miliona euro. Ky është turp.